Shko se ne asnjës do me dhe i kisha mirë kur i kisha çekiçin se kam tani. Tani është shumë, po e them shkoqur fare. Para ca ditësh u vra një gjyqtar në sallë. Gjithë publiku shqiptar u ngrit dhe tha, mirë ja bën. Ç'është kjo urrëtie që ka ndaj sistemit të drejtësisë? Ka një bazë? Është e sajuar? E njëjta gjë është dhe me mjekët. Pra, të tërë thonë, pra nuk thot njeri që vdiq sepse ca njerëz janë të smurë dhe mund të vdes. Nuk e thot njeri fare. Të tërë thonë, mjekët vdekshin, vrafshin, pra, ekziston një krizë besimi e madhe. Tani kjo kriza e besimit. Kush e shkaktoi dhe si dhe ky? Këtë të shkatojmë. Se ne jo pika jo. Ore këtu njerëzit nuk kanë besim të doktorët. Kjo është gjë e madhe. Po e ta thash në fillim që është sistemi shëndetësor që ka defektos. Nuk është rregulluar për 35 vjet. Tani po përpiqen, po prapë shumë keq. Pse është keq? Sepse në shumë raste mungon për shumë menaxhimi profesional i spitaleve publike. Problemi është ke spitalet publike. Mungon që të infrastruktura, nuk është ke spitalet private. Sepse ata kur i kanë pacientët keq i sjellin ke QSU-ja, i sjellin ke spitali universitar. Aty përplasen gjithë. Problemi është që shteti jon po bën një gabim të madh, sepse po i kthen spitalet publike në spitale private, duke i lejuar me fjalë sistemin tonë shëndetësor ti drejtohet për çdo rast, o të paguaj në dorë, o të paguaj analizat, sepse nuk ka analiza shtetërore publike që të bëjmë. Për se qendra shëndetësore të cilat janë të vogla. Atëre inati njerëzve nuk ka pse të kanalizohet te doktori apo te tjetri, sepse ka vënë ministra dhe kanë vënë si hierarki të administratës shtetërore. Defektet e sistemit s'ka për t'i mbajnë mjeku. Këtë duhet të them. Defekte sistemi nuk duhet t'i mbajnë mjeku. Sistemi pra gjithmonë ka gabime sistemi. Pacienti është pacienti që vuan. Është pacienti, po për defektet e sistemit, hajde të rregullojmë sistemin shëndetësor, po jo të shpërgodasim mjeku. Një sistem shëndetësor. Ja, jemi këtu në studio dhe kjo studio për këtë është mbajtur, gjithmonë ka bërë profeci që edhe ka ndalë ndonjëherë. Propozojmë një sistem shëndetësor. Cili mund të jetë ai sistem shëndetësor që edhe mjeku të jetë në rregull dhe pacienti të jetë në rregull? Nuk ka sistem shëndetësor, por ka një gjë që të ne mungojnë. Të ne mungojnë. E para aty do t'i bësh, o do t'jenë spitale publike, o do t'i bësh privatet ato. Por ama ka një gjë tjetër që ne na mungon, sepse sistemi i rimbursimit, i mbulimit me rimbursim, është bërë vetëm për sistemin parësor. Për sistemin parësor, i cili ka vetëm vizitat, ka ilacet e rimbursuara, ka dhe disa analizat caktuara. Mos t'i futemi vertikalisht dhe ati sistemi se dhe ajo është i kalbur, dhe ajo i rimbursimit. Kurse sistemi spitalor nuk është imbuluar. Nuk është imbuluar fare, biles. Edhe këtu është defekti kompleti i shtetit i cili nuk ka investuar ato para për ato. Për shembull, GDP-ja e 2024 është 3% akoma për shëndetësinë. 3%. Thanë që do ishte 4.5%, praktikisht është 3%. Është shumë e dobët. E dyta, ka probleme që, me fjalë, shumica dërmuese e popullatës paguan një sigurim shëndetësor të vogël. Por ama, ai i vogli, kur bëhet 50 vjet punë, nuk është i vogël më. Si thaj për ato, 5 franka, po nuk janë të qelpte ato. Këto duhet aktivizuar kartë e shëndetit, që pacientit të shkoj aty dhe të mos paguaj gjë. Të paguaj në përmjet, si që kanë edhe Italia, si që kanë edhe të tjerë. Me fjalë, ne nuk e kemi bërë atë. Po Italia ka sistemin më të mirë shëndetësor, prandaj shkoj gjithë shteti në faliment, sepse ka sistemin më të mirë. Një sekond, doktor, pse është rëmuj? Sepse nuk ka shëndetësi falas, se tani uniste dhe jo ministre e shkret, po e tregote, po e tregoke. Po ajo është shkret a gjunafa. Po lëmsh me atë fjali që po tregote. Shërbimi mund t'jetë falas, shëndetësi falas nuk. Nuk themi ajo është një propagandë që ju të gjithë besoj se keni të qartë atë pjesë. Unë, për mendimin tim, problematika kryesore është sistemi. Ashtu si që paralelizove dhe me sistemin e drejtësisë. Së pari njerë, shteti jonë shqiptar, jemi në atë pikë që individi punon për shtetin dhe jo shteti për individin. Dhe këtu është problematika aja dhe zhëja e gjithë prishjes të sistemeve apo mos funksionimit të sistemeve. Ne s'kemi infrastrukturë. Ne s'kemi, pse duhet kemi një aeroport të dytne apo të tretë në Vlorë, që vajti si vajti, ndërkohë që hidha atë investim të sistemi shëndetësisë, hidhe të sistemi drejtësisë, qytetarit të marri
mjekimin e duhur në kohë reale dhe ashtu si duhet, të marrë drejtësi në kohë reale dhe ashtu si duhet, të drejtat e veta dhe ja ku rregullojnë gjërat. Pra sistemet duhen ndryshuar. Po, unë dhe kisha këtë të kjo, dakord, shumë e drejtë. Po, me qënë se jemi në ndeshje, ke penaltin për të gjuajtur, profesor. Gjuhe penaltin, se jemi në fund. Ke sistemi shëndetësor, ka i problem shumë të madh tani. Për shembull, janë bërë këto PPP-t, partneriteti publik-privat. Edhe është bërë për arsye sepse shteti nuk e financon dot një specialitet të dhënë për të bërë, për shembull, dhe ka thirrur privati për ta ndihmuar. Por, gjatë këtyre viteve shteti gjë e tillë që me fjalë shteti shton buxhetin në një kohë që pikrisht për të mos shtuar buxhetin është bërë PPP-ja. Duke shtuar buxhetin, ai e çon një pjesë të parave të buxhetit të shëndetësisë, e çon ke privati, nuk e çon ke pacienti, ke ndihma që do t'i japin asaj. Kështu që në shumë raste këto PPP duhen pezulluar, jo ndaluar, po pezulluar që të shikohet, ore, çfarë po shkon mirë këtu? Pse po harxojmë ne më shumë në një kohë që e bën PPP-n për të kursyer? Profesor, sa i rëndësishëm është mjeku? Mjeku është në rast parë është primari në këtë rast edhe rëndësia e tij është e padiskutueshme. Problemi është që duke qenë një sistem defektos, mjeku t'i bie barra e përgjegjësisë private nga shkaku sepse pacienti nuk përplaset me sistemin, përplaset me mjekun edhe me infermierin. Kështu që nëse ai nuk ja bën mirë ose nuk i sillet mirë, nuk komunikon mirë, sepse ka dhe mjek që jo të rregull, atëherë ai thotë ky është i keq. Nuk thot për sistemin që është keq. Arioli. Në fakt është sistemi i keq. Penaltia. Po, unë sa po e thash edhe më lart, jemi në atë pikë që individi punon për shtetin dhe sa po e tha dhe doktori që kemi rastet e PPP-ve që shkon te privati dhe nuk shkon dhe investon tek publiku, sepse privatit i arri merr përsëri dhe gjitha atë investim që ka bërë, por unë mendoj që të gjitha doktori pa diskutim që është në çdo familje, doktori është një person i besuar, i cili duhet jetë aty për çdo rast, për çdo nevojë. Dhe pa diskutim që dhe pacientët kanë të drejtat e tyre, që i kanë të legjitimuara dhe në paketën ligjore që ne e kemi dhe mirë kemi që e kemi. Dhe është e rregull, shumë e mirë paketa. Dhe është shumë e mirë. Por, problematika qëndron gjithmonë te sistemi. Sistemet, mendoj që të gjitha sistemet, ashtu si që referova, apo e paralelizova dhe me sistemin e drejtësisë, sado që të themi ne që jemi në kapitalizëm, po përafrohemi me legjislacionin evropian, po i mundohemi të rregullojmë, ato ngelen sisteme të kalbëzuara. Edhe një shtesë për këtë, se e kisha shumë drejta. Me fjalë, si që ndodhi në drejtësi për fat keq për vrasjen e atij gjykatësit, me fjalë, të meta që ka sistem gjyqësor, i hëngri ai që vdiq. Një individ. Edhe këtu kene në mjekësi, të metat e sistemi shëndetësor i pëson ngarkohet me përgjegjësi mjeku të cilat nuk i ka. Profesor Dritani? Atëherë, ajo që doja të thoja është që duhet të punojmë gjithë së bashku edhe ju si mediat, që të rrisim besimin e publikut te mjeku, sidomos. Një besim i thyer mes mjekut dhe pacientit është mjaft i dëmshëm për... Skerdi? Kryesorja është të vinë tek ju për problemet që kanë, të drejtojnë edhe te urdhri mjeku. Patjetër që ekziston. është një trekëndsh që ka 3 brinj. Njëra është personeli shëndetësor, mjeku, infermieri, ai që përballet me pacientin ditë për ditë. Tjetra është sistemi në vetvete përfshirë edhe mjekun edhe personeli shëndetësor brenda, pra struktura spitalore, investimet që bën, që nuk varet nga mjeku i shkretë. Kupton, mjeku është pjesë e asaj gjës aty. Është edhe pacienti, i cili merr shërbimin. Tani këto të tre duhet të bashkohen bashkë të bëjnë drejtkëndshin. Por nganjëherë një brinj qëndron atje, një qëndron këtej, një qëndron nga ana tjetër, nuk bashkohen bashkë, nuk bën drejtkëndshin dhe nuk funksionon gjëja. Dhe pastaj fillon pacienti që merr shërbimin është i pakënaqur, ja përplas mjekut atë inatin e vetë, se me atë dollet përballë, apo me infermier apo kushdo. Nuk më dha shërbimin se dollet. Po, jo po i dhash parat, po s'më dha shërbimin një gjëra. Mjeku i shkret ndodhet mes trusnisë së pacientit dhe trusnisë së sistemit që mungojnë banat, i mungojnë reparti, i mungojnë pajisjet në sallë të operacionit dhe shumë gjëra të tjera të cilat nuk janë të thjeshta sepse janë edhe kostot e larta. Unë jam në privat dhe e di se sa kemi investuar për të arritur një lloj shërbimi. Nuk janë kosto të ulta, po besoni. Janë kosto shumë të larta. Penaltin, Arion? Po, penaltia ime është shumë e thjeshtë.
unë dhe Ornela kemi njohur mjek të mrekullueshëm. Bjem dakord, Ornel? Mjek të shkëlqyer, të jashtëzakonshëm që kanë shpëtuar mira jetë njerëzish. Ashtu sikur se dim dhe histori, kur mjekët i kanë kthyer pacientët e tyre në bankomat. I dim edhe këto histori. Pra janë në atë dhe unë tonë që kanë ndodhur. Po për mua problemi më i madh është kjo sasia gjigande e letrave që duhet bëj një individ që ka një problem. Do ti ke një hall, të dhëm një gjë, dhe në vend të merresh me atë gjë që të dhëmë thosh kap një letër këtu, çoj atje, merr letrën këtu, çoj atje, merr letrën këtu, çoj atje. Hyre dile, futu kati parë, kati dytë shkobur, ver vul Prap dole të sistemi. Të gjitha këto janë çoroditje për të çoroditur njerëzit. Ky është mendimi im. Shiko, sistemi një nga... kemi mbyllur, do vim prap. Do të flasim sërish, mirë, do të shkojmë në publicitet dhe ju pres këtu në studio në akuzë.